Sulmuesi i kombëtares Armando Broja, në një video të radhës për kanalin e klubit të Burnley, ka treguar përmes një pyetësori të shkurtër disa sekrete në lidhje me fushën e blertë dhe jashtë saj. Broja ju bashkua ekipit të Burnley në verën e vitit 2025, ndërsa ende nuk e ka gjetur veten. Shoku juaj më i mirë në futboll. Do të thoja Sterling, Livramento, Colwill, Edward, Laurent. Numri që ju mbani mend si futbollist. Numrimi i parë ishte 57, besoj. Mendoj se ky ishte numri që kam debutuar. Lojtari më i mirë që keni luajtur së bashku? Eden Hazard. Nëse do ktheheshit mbrapa në histori, cili moment do rikujtonit? Momentin kur Cristiano Ronaldo fitoi kampionatin evropian me Portugalin në 2016, por pa dëmtimin e tij në finalen e madhe. Cili vend do të dëshironi të jetonit për një vit? Në Florida, Tampa, specifikisht në këtë vend. Lojtari që ju e keni idhull dhe ju ka ndihmuar të rriteni profesionalisht. Ronaldo braziliani dhe Cristiano Ronaldo. Kush mendoni se është më i mirë mes këtyre dyve? Do të zgjidhja Ronaldo brazilianin, por Cristiano Ronaldo është goa tim. Lojtari që ka më shumë stil te ekipi i Burnley. Do të thoja për veten? Marash Kumbulla nuk di se si do të jetë vazhdimi i rrugtimit të tij në sezonin e ardhshëm. Futbollisti i kombëtares shqiptare është kthyer nga huazimi te Mallorca në radhët e Romës, por nuk dihet ende nëse do të vazhdojë të jetë pjesë e këtij klubi apo jo. Duke folur për Sport Italia, futbollisti ka pranuar hapur se do të dëshironte që të punonte me Gianpiero Gasperinin, edhe pse ky i fundit në sezonin e kaluar nuk e përfshiu në preferencat e tij, duke e dërguar huazim në Spanjë. Do të më pëlqente shumë që të punoja me Gasperinin, e kam thënë edhe herë të tjera, por janë gjëra që do të shihen në javët e ardhshme. Nuk varet vetëm nga unë dhe ai. Do të mundohem që të paraqitem në grumbullim i gatshëm për të luajtur kartat e mia. Pastaj, do të vendosim të gjithë bashk atë që është më e mira për të tërë. Unë kam vetëm fjalë pozitive për trajnerin, e njihja që më parë, dhe mendoj se karriera flet vetë për të, tha Kumbulla. Sipas gazetarit italian Marco Conteiro, klubi i Lecces ka shfaqur interesim për sulmuesin ansor të Dinamo Zagreb, Arber Hoxha. Lojtari i kombëtares ka kontratë me kryeqytetasit e Zagrebit deri në verën e vitit 2029, por detaj që mund të ndryshojë gjithçka përkon me ofertën që mund të vijë në adresim të klubit kroat për shërbimet e 27 vjeçarit. Nëse Lecce ja del të transferojë Hoxhën, do të krijojë një koloni shqiptarësh, pasi aty inkuadrohet edhe Ylber Ramadani e Medon Berisha, dy futbollistë të tjerë që bëjnë pjesë te kombëtarja. Vlen të përmendet se disa muaj më parë u përfol interesimi nga Hull City në Angli, por që nuk pati lëvizje konkrete, sikurse së fundmi pista e Widzew Łódź në Poloni. Derby County u lidh ngushtë me një transferim të Laurent Tolajt. Bomberi shqiptar ka shpërthyer me gola në vitet e fundit në Angli, për këtë edhe disa klube të tjera të Championship janë pas tij. Drejtori ekzekutiv i Plymouthit ku Tolaj luan, Paul Byrne, u pyet për situatën me sulmuesin e tyre, dhe Byrne refuzoi të konfirmojë nëse ka apo jo ofertë zyrtare, siç edhe është raportuar. Ne kemi planifikuar që të gjithë lojtarët që kemi në skuadër të jenë me ne që nga dita e parë e fazës përgatitore, tha fillimisht. Më pas, erdhi pyetja konkrete për Tolajn, dhe Byrne u përgjigj. Nuk do të hyjë në diskutime për individ të veçantë. Jo vetëm klubet angleze, pasi edhe Celtic në Skoci është interesuar për Tolajn. Faza përgatitore ka nisur, dhe sulmuesi shqiptar është pjesë e Plymouthit. Një shifër prej 5 milion poundësh ka qarkulluar si kërkesa fillestare e Plymouthit. Jo vetëm kaq, pasi në rast shitje synohet të shtohen edhe bonuse në kontrat apo përqindje nga kartoni. Rej Manaj duket se ka marrë vendimin për të ardhmen e tij. Pavarësisht interesimit nga klubet të Superligës turke dhe kampionatet të tjera, sulmuesi shqiptar pritet të vazhdojë te Sivaspori, me objektivin për ta ndihmuar skuadrën të rikthehet menjëherë në elitën e futbollit turk. Sipas raportimeve të mediave turke, Manaj ka zhvilluar një bisedë me presidentin e klubit, Burak Ozçoban, ku ka shprehur dëshirën për të qëndruar në Sivas. Sulmuesi thuhet se ka bërë të qartë se ofertat e marra nuk do të ndikojnë në vendimin e tij, pasi dëshiron të vazhdojë me fanellën e Sivasporit dhe të kontribuojë në rikthimin e skuadrës në Superligë.
Ky qëndrim konsiderohet një lajm i rëndësishëm për drejtuesit e klubit, të cilët po ndërtojnë skuadrën për sezonin e ri. Ofertat që kam marrë nuk kanë rëndësi. E dua shumë këtë ekip dhe këtë qytet. Nuk kam ndërmend të heq dorë nga fanella ime. Dua të qëndroj për ta rikthyer këtë ekip aty ku i takon, në Super League, janë fjalët që Manaj i ka thënë presidentit. E ardhmja e Berat Gjimshitit e Atalanta vazhdon të jetë pjesë e diskutimeve në mediat italiane, ndërsa klubi bergamask po vlerëson opsionet për përforcimin e repartit defensiv. I ftuar në Radio Napoli Centrale, gazetari Patrick Iannarelli u ndalte planet e Atalantës për merkaton, duke theksuar se klubi po ndjek me interes mbrojtësin Mario Gila. Sipas Iannarellit, një nga çështjet kryesore që duhet të zgjidhet është përshtatja e Gjimshitit në një skemë me 4 mbrojtës. Duhet parë nëse Gjimshiti mund të luajë në një mbrojtje me 4. Giorgio Scalvini mbetet një pikë pyetje pas dëmtimit, ndërsa Odilon Kosunu nuk ka bindur plotësisht. Ndërkohë, Ahnor është më tepër një lojtar krahu. Afrimi i Gilas mund të jetë një lëvizje e zgjuar, pasi do të kompletonte repartin defensiv, shprehet gazetari italian. Tashmo, mbetet të shihet se si do të ndryshojë situata në kampin bergamask dhe nëse Gjimshiti do të largohet në këto merkato vere apo do të arrijë të marrë besimin e Mauricio Sarrit, trajner që preferon të luajë në mbrojtjen me 4, ashtu si edhe trajneri i Kontares, Maran. Lajmi i bujshëm nga dje është interesimi i Napolit për Ernest Muçin. Madje u raportua se është dërguar një ofertë 16 milion euro, si edhe opsioni i huazimit të një lojtari nga nënkampionët e Italisë. Rezulton se gazeta e njohur në qytetin e Napolit, Il Mattino, ka ngatruar ekipin aktual të Muçit, duke e dërguar te rivalët. Raportimi është sikur po negociohet me Beshiktashin, që ndërkohë interesohet tek italianët për Anguissën ndër të tjerë. Fakt është se kartoni i Muçit i përket Trabzonsporit. Duhet theksuar po ashtu se lajmi për numrin 10 u përhap nga Turqia. Sa i përket Il Mattinos, shton se futbollisti shqiptar do të ishte bast, për shkak se nuk ka provuar asnjë nga top 5 ligat e Europës. Drejtori sportiv Giovanni Mana ndërkohë po shikon situatën. Kerim Alajbegovic qëndron po ashtu si opsion te Napoli, teksa Leverkuseni i zotëron kartonin. Në Rusi është kthyer sërish vëmendja te Mirlind Daku. Një lajm ku tregohej për interesimin e Spartak Moskës ndezi merkaton. Sulmuesi Rubin Kazan ka vuajtur jo pak dëmtimet, megjithatë mbetet nga sulmuesit më efektiv të kampionatit rus. Sa i përket të ardhmes së Dakut, CEO i Rubin Kazan ka vendosur të flasë. Aleksandr Ajbatov, si drejtori i përgjithshëm, tregon se nuk ka oferta zyrtare për Dakun. Por më tepër, klubi po i bën llogaritme të për të ardhmen. Nuk ka asnjë ofertë zyrtare për Dakun nga Spartaku apo ndonjë skuadër tjetër. Është lojtari ynë dhe po i bëjmë llogaritme të, u shpreh CEO i klubit për SE. Ernest Muçi mund të ndryshojë ekip në këtë merkato, pasi Trabzonspor shpenzoi 8.5 milion euro për të bler kartonin te Beshiktash, klube nga Europa janë vendosur pas tij. Sot bëhet fjalë për Napolin. Oferta e radhës e bujshme për Muçin vjen pikërisht nga nënkampionët e Italisë. Napoli tregohet të ketë ofruar 16 milion euro dhe huazimin e një lojtari për të transferuar përfundimisht Muçin. Nëse kartoni i yllit të Kontares shitet këtë verë, padyshim që shifra e transferimit do të jetë rekord për të. Më parë ishte Beshiktash që shpenzoi 10 milion euro te Legia e Varshavës. Napoli do të drejtohet nga Allegri pas largimit të Contes. Ndaj afrimi i Muçit shikohet edhe si dhurat për sezonin e ri. Kujtojmë se edhe disa vite më parë, Muçi u lakua për një kalim te Napoli. Këtë herë që flitet edhe me shifra, situata shfaqet më interesante. Për fantazistin shqiptar, ndërkohë, mbeten të interesuar në Bundesliga, ndërsa është përmendur Frankfurt. Christian Aslani po bëhet gati të jap lamtumirën e Interit për të zbarkuar në një tjetër skuadër të Serisë A. Mesfushori i kuqezinjve tashmë raportohet se është shumë pranë firmës me Kaljarin, që ka edhe mundësitë ekonomike për të bërë të tijin futbollistin e kombëtares shqiptare. Kaljari sapo ka gjetur akordin me Atalantën për transferimin e Gianluca Gaetanos për 15 milion euro. Me këto para, do të hidhet në sulm por 2 lojtarë në mesfush dhe Aslani është një prej tyre. Mendohet të arrihet një akord për transferimin përfundimtar për një shifër poshtë 10 milion eurove, ndërsa emri tjetër është Mikael Auebischer i Pizës, i cili kushton rreth 6 milion euro. Kësaj, Aslani mund të bëhet gati për etapën e tij të 4 në Serie A,
pas atyre me Empolin, Interin dhe Torinon. Këtë radhë, transferimi i përfundimtar do ta ndihmojë që të gjejë vazhdimësinë që i ka munguar në sezonet e fundit. Luis Hasa është një nga futbollistët shqiptar që po qarkullon më tepër në Itali gjatë kësaj merkato. Pas huazimit të suksesshëm te Canarese, i është kthyer Napolit, që zotëron kartonin. Tutto Mercato raportoi sot një pistë të re për Hasan. Bëhet fjalë për Sampdorian, që e ka një nga dy objektivat e saj përmes fushën. Emri i Hasës ndërkohë është përmendur edhe tek Avellino, Pisa dhe Hellas Verona. Kujtojmë se mesfushori 22 vjeçar ishte një risi për kombëtaren e Shqipërisë në këtë muaj. Hasa vendosi të hiqte përfundimisht dorën nga Italia për të veshur fanellën kuqezi. Dhe me trajnerin Maran në krye, po ashtu debutoi. Chelsea po planifikon të bëjë një ofertë për Granit Xhakën, pasi Xabi Alonso i ka kërkuar pronarëve të klubit që të finalizojnë një marrëveshje për mesfushorin e Sunderlandit. Alonso, i cili do të bëhet zyrtarisht trajneri i ri i Chelseas më Nico Rick, ka punuar më herët me Xhakën te Bayer Leverkuseni. Dyshja ka fituar Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë në sezonin 2023-24 dhe gjithashtu ka arritur në finalen e Europa League në të njëjtin edicion. Xhaka u transferua te Sunderland nga Bayer Leverkuseni në verën e vitit 2025 për një shumë totale prej 20 milion eurosh. Ish ylli i Arsenalit ishte një nga lojtarët më të mirë në Ligën Premier sezonin e kaluar dhe një figurë kyçe për Sunderlandin. 33 vjeçari, i cili aktualisht po luan me Zvicrën në Kupën e Botës 2026, regjistroi 32 ndeshje si titullar dhe 2 paraqitje si zëvendësues në Ligën Premier sezonin e fundit. Ai shënoi 1 gol dhe pati 6 asistime, ndërsa Sunderland përfundoi në vendin e 7 duke siguruar pjesëmarrjen në Ligën e Europës. Mesfushori ka kontratë me Sunderlandin deri në vitin 2028, por Chelsea po planifikon ta largojë nga Stadium of Light gjatë kësaj merkatoje.